Vizitën e parë për festën e Kurban Bajramit, si për çdo vjet edhe si vjet, vim te Bashkia Islame e Kosovës për t'ia uruar myftiut me Imternava dhe bashkëpunëtorëve të tij, këtë festë të sakrificës e cila na e përkujton e vazhdimisht na mëson që edhe sakrifica është festë, sepse ne i gëzojmë të mirat dhe frytet e atyre të cilët kanë sakrifikuar para nesh dhe kanë mundësuar që ne të kemi liri e prosperitet, para se gjithash dëshmorët e martirët e kombit, ku ne asnjëherë nuk e harrojmë që aty janë edhe 37 imam hoxhallar nga lufta çlirimtare bardhëse së cilës ishte UÇK-ja, e deri tek ajo që bëjmë sot si institucionet të shtetit, si Bashki Islame, si shoqat bereqeti, që qytetarëve të Republikës t'ju dalim ndihmë për çdo nevojë që kanë, me qenë se Kurban Bajrami është festë e cila na obligon të ndihmojmë njëri tjetrin, të përkujdesemi për njëri tjetrin, të tregojmë solidaritet, bujari, dashamirësi për të mirën e përgjithshme, duke mos e lënë asnjëri mbrapa. Edhe një herë urime Kurban Bajrami, me fate për hajër, si themi në mënyrë popullore, të gjithë qytetarëve.